nga 2 vjet ndarje prej nusës, thot, pa arsye të rëndësishme, a mundemi me u kthy bashkë, thot, burri me gruan edhe njerë, mas janë nda, 2 vjet janë nda, për shkak thot se na e dojmë njëri tjetrin. Na I themi këtyre 2 të rive, ju e kondash me u konë më të meqëm me vakt. Mos me pranu nëse ju po e dëni njëri tjetrin, edhe s'keni arsye për munda, veç se po thot baba, po thot nana, ose baba I vajzës, nana vajzës, vlla I vajzës, nusja vajzën, këtë rast duhet me ngull kam me thonë jo, në nuk dam prej burrit. Qa keni ju? S'du munda, kjo është bashorti jam, burri jam është. Edhe burri njetë me thonë babun të respektoj, ama nuk e lëshoj gruan për shkak tonin. E në këtë rast, nëse imponohen kujt diçka rrethonat, na themi, ban djali me qu nusën, burri me qu gruan të printe vet, mës me lëshu. Me thonë, rri pak le qetësohet situata. Edhe pse jam me atë bindje që s'ka nevoj heqe vlla. Që merën I banez vetë edhe dil, rahato me gruan tonë nëse çdo sen është në rregull. Por hajde që po tolerojmë. Çoje të printe vetë, le të rijen një javë, le të rijen një muj më sëlsha. E kur të bën rrethonat me gjet një banez ose me dal diku në gërbet, me ik krejt pi familjes, me hup, as mos më kallzu ku je. E merë prapë gruan tonë edhe kalon jetën e lumtur. Por, nëse e kem shel gojnë, e ke lëshu, taman e ke lëshu, e ke shkurorzu, je ngut, edhe ka kap nervoza, e ke ngu njerëzit prej anash lang që lehin, se kollaje me ta prish martesën, edhe me ngu lloj njeri jo, lëshoje, më konë se ti lëshoj, ti je burr, e masani na kur të bjen zhitoni, ka ec treni. Mos lëshoni gratë pa lidhje, me emocionet të hallkut, sa ata në shpit vet I kanë gratë e veta rahat, ty të kanë marrë në qafë. Në këtë rast nëse ke lëshu taman, si pas rregullave të fesë, ke bosh kurrëzim, kanë kalu 2 vjet vallaj s'unë e kthen ma. Me islam, jo, ty mundush me kthy, s'narë kërkosh, as nuk qëtë në gjyq kërkosh. Po ta Allah e ki haram, pse se je gut. Prandaj shkurëzimi ka rregullat nëse shkurëzim për herë të parë, mrena sa kohën ki drejt me kthy, për herë dytë, apet tolerohet me kthy, për herë tretë, jo ma. Po dhe për herë të parë, nëse kalojnë 3 pastrimin nga cikli mujor I gruas, nuk kthehet më gruaja të çaj burr. Mbledhni men o djem të ri, mbledhni men o vajza të reja. Mos u ndani për një fjalë goje. Më tha burri çështo, më tha vjera çashto. Gruaja s'mgoj çështo, s'mgoj çashto. Jeta nuk është sikur se në seriale dhe në për filma. Mos e prishni veten me butallakite e internetit ose televizorit. Jeta I ka sfidat e veta. Burri me gruan, gruaja me burrin, me vjerrit e tjerë.